Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Premtimet e kryetarëve të komunave në 4 vjetët e ardhshëm në cilat fusha më shumë të premtuan e cilët kryetar fituan mandatin pa dhënë asnjë premtim. Të gjitha këto i diskutojmë pas pak në studio me Bekim Saliun nga Instituti GAP, ndërsa kolegu ynë Augustin Balokaj nga Brukseli na informon për takimin e sotëm në nivel të krye negociatorëve mes Kosovës e Serbisë, i cili ka nisur sot në Bruksel me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Peter Sorensen. Por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Bordi i paqes përmes së cilës SBA-ja synon paqen globale. Kosova në mesin e shteteve nënshkruese e Osmani paralajmëron se do ta dërgojë për ratifikim në kuvend. Takohen në Bruksel krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut. Takimi vjen një pas takimeve që Sorensen pati me zyrtarët e të dyja vendeve. Komiteti jashtëm i Kongresit Amerikan miraton projektligjin për hetimin e diskriminimit të shqiptarëve në Lugin, pasi vizimi adresave arsimi në gjuhën shqipe në mesin e çështjeve të adresuara. KQZ-ja përfundon rinumërimin në 9 komuna. Prokuroria në Perica i ngre akt akuz për dëmtim të fletë votimit në zgjedhjet e 28 jetorit. Presidentja Vjosa Osmani ka qenë në mesin e 19 liderëve të shteteve që kanë dhënë në shkrimin e saj për pjesëmarrjen e Kosovës në bordin e paqes të presidentit amerikan Donald Trump në një ceremoni që është mbajtur të enjtën në Davos të Zvicrës. Pas nënshkrimit, Osmani ka bërë të ditur se do ta dërgojë për ratifikim në kuvendin e Kosovës në përputhje me kushtetutën e vendit. Antarësimi në organizata ndërkombëtare të paqes që udhëhiqen nga aleati ynë strategjik fuqizon sovranitetin ton, pozicionin tonë ndërkombëtar, si dhe është në interesin më të lartë të Republikës së Kosovës. Prandaj kjo marrëveshje historike do t'i dërgohet kuvendit Kosovës për ratifikim në përputhje me kushtetutën e Kosovës për të marrë miratimin final të përfaqësuesve të popullit, ka thënë Osmani në një postim në Facebook. Ndërkaq në shkrimin për të qenë pjesë e këtij bodi, sot e kanë thënë vetëm 19 shtete. Lista e shteteve të ftuara përfshin edhe Shqipërinë, Rusinë dhe vende të tjera. Deri tash Franca, Norvegjia, Britania, Italia kanë refuzuar pjesëmarrjen. Bordi i paqes është organi i ri ndërkombëtar i iniciuar nga Trumpi, i cili synon mbikëqyrjen e zbatimit të planeve të paqes në zonat e konfliktit me fokus fillestar në ripin e Gazës. Bordi i paqes është organ ndërkombëtar i iniciuar dhe me fokus të veçantë fillestar në ripin e Gazës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbështetur zyrtarisht krijimin e këtij bordi përmes një rezolute të hartuar nga SBA-ja në muajin nëntor, duke i dhënë këtij mekanizmi peshë dhe legjitimitet ndërkombëtar. Disa shtete kanë shprehur skepticizëm edhe për shkak të kostës financiare. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka mbështetur përfshirjen e Kosovës në bordin e paqes që udhëhiqet nga presidenti i SBA-s Donald Trump. Abdigjiku mesjerash ka deklaruar se kjo te kalon çdo lajm ditor, pasi çdo hap i përbashkët me SBA-n e forcon sigurinë e Kosovës. Në një botë gjithnjë më fragjile, çdo hap i përbashkët me SBA-n është hap që forcon sigurinë tonë kombëtare, thellon aleancat tona strategjike dhe vendos Kosovën aty ku i takon, në anën e paqes dhe aleancave të drejta, ka shkruar Abdigjiku në Facebook. Sukseset e Kosovës sipas tij janë arritje kombëtare me të cilat mburret të gjithë. E kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili po ashtu pati ftesë për pjesëmarrje në Davos të Zvicrës, ka sqaruar arsyet e mungesës së tij, duke thënë se ishte takimi me Ivanka Trumpin, vajzën e presidentit amerikan Donald Trump, arsyeja e mos shkuarjes së tij në forumin ekonomik botëror në Davos. Gjatë seancës së kuvendit të Shqipërisë të enjtën, Rama u pyet nga deputetët opozitar pse mungoi në Davos. Ai me ironi tha se zgjodhi vajzën me leje të babait. Jeni shqetësuar që nuk mora pjesë në Davos. Mes ftesës së babait Trumpit dhe vajzës Ivanka Trump, zgjodha vajzën. Dhe natyrisht vajzën e zgjodha me lejen e babait, ka deklaruar Rama. Në radhë parë kësaj shumice qeverisëse në emër të këtij vendi
Do të flasim tani për një zhvillim tjetër të rëndësishëm ku sot në Bruksel është zhvilluar edhe një takim mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryenegociatorëve me ndërmjetësimin e të dërguarit posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Peter Sorensen. Takimi vjen disa ditë pasi Sorenseni qëndroi në Kosovë dhe Serbi. E për të kuptuar detajet e këtyre takimeve kemi në një lidhje direkte kolegun ton Avgustin Palokaj. Atëherë Avgustin, përshëndetje nëse na dëgjon. Augustin? Mirë, po. Atëherë Augustin, cilat janë informacionet e fundit sa i përket këtij takimi në Bruksel? Po takimet janë në vazhdim e sipër. Në fillim ka pasur një takim bilateral të kryenegociatorit të Kosovës Besnik Bistimi me lehtësuesin e Bashkimit Evropian Peter Sorensen. Ka zgjatur diku rreth një orë e gjysmë ai takim. Më pas ka nisur takimi i zotit Sorensen me përfaqësuesin e Serbisë dhe tash pritet të shihet pas këtyre dy takimeve, a do të ketë apo jo takim trepalësh, pra të gjitha palëve, pra edhe të Kosovës dhe Serbisë edhe të lehtësuesit të Bashkimit Evropian. Ajo që kemi arritur të mësojmë, e nuk është shumë, është që temë kryesore e diskutimeve ka qenë çështja e të pagjeturve, më saktësisht implementimi i deklaratës së përbashkët për të cilët që në vitin 2024 kishin rënë dakord liderët e të dyja palëve, por që nuk kishte pasur zbatim të suksesshëm të asaj deklarate. Po ashtu më herët ishte formuar edhe një komision i përbashkët për zbatimin e kësaj deklarate dhe tash sipas njoftimeve që kemi pasur, pika kryesore e diskutimeve të sotme është pikërisht nisja e punës së atij komisioni të përbashkët. Natyrisht palët mund të paraqesin edhe tema tjera për diskutim, por a do të diskutohet apo jo për to varet edhe nga planet e lehtësuesit të Bashkimit Evropian, por edhe nga gatishmëria e palëve për të biseduar për ato tema. Si zakonisht, delegacioni Serbisë edhe paraardhës në Bruksel ka thënë se do të kërkoj themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe po ashtu do të kërkoj po ashtu edhe, siç e thonë ata, ndërprerjen e presionit ndaj serbëve në Kosovë. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian e sheh këtë takim si një dëshmi se përkundër mungesave të progresit konkret në procesin e dialogut, megjithatë dialogu po vazhdon dhe presin që pas formimit të qeverisë në Kosovë, ndoshta do të ketë edhe progres më të madh edhe në procesin e dialogut. Po, dhe marrë parasysh që edhe këto takime, edhe vizita që Sorenseni kishte së fundi në Prishtinë dhe në Beograd, a duket që janë sinjal që ka një përpjekje më të madhe të Brukselit për të rikthyer palët në tavolinën e dialogut, Augustin? Gjithsesi ka përpjekje për të dëshmuar se procesi i dialogut është akoma gjallë, që së paku duhet të ketë takime në nivel të ekspertëve dhe në nivel të kryenegociatorëve, dhe që palët duhet të ndjejnë presionin e Bashkimit Evropian se nuk do të harrohen obligimet që kanë ato nga procesi i dialogut dhe ky raundi i takimeve në nivel të kryenegociatorëve duket po ashtu si një sinjal se BE-ja do të shkojë në këtë drejtim. Por për diçka më tepër do të presin që të formohen institucionet në Kosovë dhe pastaj mbeten të gatshëm, siç kanë thënë disa herë, që përfaqësuesa e lartë Kaja Kallas të thërretë një takim të nivelit të lartë, takime çfarë nuk ka pasur për një kohë shumë të gjatë, sepse çështjet që janë politike dhe pengesat politike mund të hiqen vetëm në takim në nivel të lartë. Por derisa të mos pjeken kushtet për takim të tillë, atëherë Bashkimi Evropian dëshiron ta mbajë gjallë dialogun përmes takimeve të tilla në nivel të kryenegociatorëve dhe përmes insistimit që të zbatohen ato obligime që palët kanë marrë deri më tash në procesin e dialogut. Augustin, krejt në fund dua që pyes edhe për një çështje tjetër ka të bëjë me bordin e paqes. Cilat janë reagimet e deri tanishme të Bashkimit Evropian për zhvillimet që i kemi parë ditët fundit dhe themelimin e sotëm e në shkrimet që disa prej liderëve i kanë dhënë për themelimin e këtij bordi? Po, Bashkimi Evropian sot pikërisht për raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për problemet në raportet transatlantike, ka një summit të jashtëzakonshëm. Ja, tash në këto momente janë duke mbledhur liderët e vendeve anëtare të BE-s në një summit të jashtëzakonshëm urgjent të thirrur pikërisht për shkak të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë takim, në këtë summit, pra edhe kjo do të jetë një prej temave kryesore, sepse Bashkimi Evropian në fillim e kishte
përshëndetur arritjen e paqes në Gaza, e kishte përshëndetur edhe rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, edhe idenë e presidentit amerikan Donald Trump për të formuar një bord të paqes i cili do të mbikëqyrte zbatimin e marrëveshjes së paqes në Gaza, rindërtimin e Gazës dhe forcimin e paqes në lindjen e mesme. Por përmbajtja e thirrjeve që ka bërë presidenti Trump ka nxitur disa dyshime tek disa vende të BE-s, sepse ai nuk përmend vetëm Gazën, por disa e shohin të si një organizatë të re ndërkombëtare, prandaj disa vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë probleme edhe me kushtetutat e tyre dhe nuk kanë qenë në mundësi që të japin përgjigje të menjëhershme se a duan apo jo të jenë pjesë e këtij bordi. Do të ketë përpjekje që të arrihet një qëndrim i përbashkët i Bashkimit Evropian për këtë, por e kemi parë sot në Davos se nuk ka qëndrim të përbashkët, pasi që dy vende anëtare, Bullgaria dhe Hungaria, e kanë nënshkruar pjesëmarrjen e tyre në këtë bord. Disa vende kanë thënë se do e shqyrtojnë, disa vende dhe kanë refuzuar, por gjithsesi në Bashkimin Evropian ka në këtë moment hezitime për të parë dhe për të pritur më shumë sqarime nga pala amerikane dhe më shumë sqarime edhe nga zyrtarët dhe ekspertët juridik të vendeve anëtare. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian insiston se puna e përbashkët duhet të vazhdohet dhe se angazhimi amerikan në lindjen e mesme do të kishte më së shumti sukses nëse do të ishte angazhimi i përbashkët edhe me partnerët të tjerë ndërkombëtar. Ajo që thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian është që do të ishte më së miri që Bashkimi Evropian të ketë një qëndrim të përbashkët për këtë temë. Ka disa vende të cilat kanë hezituar që t'i bashkohen kësaj nisme për shkak se presidenti amerikan Donald Trump ka ftuar si pjesëmarrës dhe si themelues edhe presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe presidentin e Bielorusisë Aleksandar Lukashenko. Dhe diplomatët e këtyre vendeve kanë thënë se fjala paqë dhe emri Putin nuk shkojnë së bashku, prandaj e kanë marrë edhe këtë si arsyetim që në këtë moment të mos jenë në gjendje të përgjigjen ftesës së zotit Trump. Por gjithsesi është diçka që është duke u diskutuar në strukturat e Bashkimit Evropian. Atëherë Augustin, falenderoj për gjitha këto informacione. Ju falenderoj po ashtu. Faleminderit shumë. Ka qenë Augustin Paluka nga Brukseli, i cili na informoi për zhvillimet e procesit të dialogut. U ka pasur një takim, pra po vazhdon ky takim dhe gjithashtu edhe reagimet e Bashkimit Evropian lidhur me themelimin e bordit të paqes. Ndërkohë ne edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera, ku Komiteti për Punë të Jashtme i Kongresit Amerikan ka miratuar një projekt ligj që i kërkon sekretarit të Shteteve të Bashkuara të përgatisë një raport gjithëpërfshirës për trajtimin e shqiptarëve në luginën e Preshevës nga autoritetet serbe. Projekt ligji i sponsorizuar nga kongresisti republikan Keith Self adreson çështjen si pasivizimi i adresave, diskriminimi në arsim dhe kufizimet në përdorimin e gjuhës shqipe. Vendimi u përshëndet nga deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë Shaif Kamberi dhe kryetaria e Preshevës Ardita Sinani, të cilët e cilësuan si një mesazh të qartë për Beogradin. Flasim tani për zhvillimet të tjera në vend, ku në qendrën e numërimit të rezultateve sot ka vazhduar numërimi flet votimeve sipas listës së vend votimeve për të cilat KQZ-ja ka marrë vendim që të rinumërohen. Sipas njoftimit të KQZ-s, deri më tash janë rinumëruar 1029 nga 2557 vend votime. Tutje sipas njoftimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi është përmbyllur plotësisht në 9 komuna, ndërsa në të tjera është duke vazhduar. E këtë të ende, prokuroria themelore në Feriza i ka ngritur aktakuzë që ndëlidhet me zgjedhjet e 28 dhjetorit. Aktakuza është ngritur ndaj të pandehurit me inicialet MA, i cili dyshohet se kishte grisur fletvotimin e vet dhe të bashkëshortës në zgjedhjet e 28 dhjetorit në një shkollë në Shtime. Prokuroria ka akuzuar atë për veprën penale të asgjësimit të dokumenteve të votimit. Sipas aktakuzës, më 28 dhjetor në një qendër të votimit në qytetin e Shtimës, i pandehuri me inicialet MA ka dëmtuar dokumentet e votimit lidhur me zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës. Tutje, Prokuroria e Shtetit ka thënë se të gjitha rastet eventuale që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor të 28 dhjetorit të vitit të kaluar do të trajtohen me prioritet dhe në përputhje të plotë me ligjin, me qëllim të mbrojtjes së integritetit të procesit zgjedhor dhe sundimit të ligjit.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka deklaruar se rikthimi i reduktimeve të energjisë elektrike është dëshmi e qartë e keq menaxhimit të qeverisë aktuale në sektorin e energjisë në Kosovë. Visar Azemi nga kjo parti ka thënë se qeveria aktuale nuk ka investuar asnjë cent në shtimin e kapaciteteve të reja energjetike, ndërkohë që ka shpenzuar mbi 1 miliard euro për import të energjisë elektrike. Ai ka kërkuar nga institucionet relevante që të nisin hetimet e menjëhershme në këtë sektor. Azemi po ashtu e kritikoi vendvendosjen për emrime partijake, derisa tha se nipja e Jug Maqedoncit u emëruan në pozitën drejtuese në Kost. Gjykata themelore në Gjilan ka caktuar masën e paraburgimit prej 1 muaj ndaj të dyshuarit Arjan Slamniku, i dyshuar për kryerjen e veprimtarive të kundërligjshme mjekësore. Ai dyshohet se nga një periudhë e papërcaktuar kohore deri më 20 janar në rrugën 17 Shkurti në Ligj Gjilan, në lokalin e regjistruar me emrin Consulence, ka ushtruar veprimtari të kundërligjshme mjekësore pa kualifikim profesional, pa licencë dhe pa autorizime ligjore. Sipas prokurorisë, i pandehuri me dashje dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, ka kryer trajtime dhe vizita mjekësore këshilluese duke pretenduar se ofronte shërime për autizëm. Ai dyshohet se ka përshkruar dhe rekomanduar terapi të ndryshme të paverifikuara dhe të pakonfirmuara shkencarisht, ndonse nuk posedonte njohuri apo kualifikime në këtë fushë mjekësore. Gjatë zbatimit të urdhër kontrollit në lokal gjithashtu është hasur edhe një dëshmitar i cili kishte shkuar për konsultim lidhur me trajtimin e autizmit. Po ashtu janë gjetur edhe sekuestruar medikamente të ndryshme mjekësore, thuhet në vendimin e gjykatës. E prokuroria themelore në Prishtinë në bashkëpunim me policin ka konfiskuar 76 kg narkotike dhe kanë arrestuar 3 të dyshuar pas një hetimi disa mujor. Drogat u gjetën fillimisht në një kamion të ndaluar në Merdar, ndërsa në bastisjen e mëvonshme në Podujev u sekuestrua sasi shtesë narkotikësh, armë, automjete, telefona dhe para të gashme. 3 të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë. Në vazhdim është bloku lajmeve të botës dhe rikthehemi më pas me intervistën. Presidenti rusë Vladimir Putin ka thënë se pronësia e Grenlandës nuk është qetësim i Rusisë dhe se këtë çështje duhet ta zgjidhin mes vetë Shtetet e Bashkuara dhe Danimarka. Teksa u shprehur për herë të parë publikisht për çështjen e Grenlandës, Putini ka sinjalizuar se Rusia nuk do ta kundërshtojë përpjekjen e presidentit amerikan Donald Trump për ta vënë në kontroll ishullin gjysmë autonom të Danimarkës, teksa ka spekuluar se ai mund të vlejë rreth $1 miliard. Këtë deklarat Putini e ka dhënë një ditë pasi Trump ka thënë gjatë fjalimit në kuadër të forumit ekonomik botror në Davos se SBA-ja duhet ta marrë Grenlandën, por se ka përjashtuar përdorimin e forcës për këtë qëllim dhe ka kërkuar negociata. E kryeministri e Danimarkës, Mette Frederiksen, ka reaguar të njëjtën për këtë deklaratë të Trumpit, duke theksuar se shteti i saj nuk mund ta diskutojë sovranitetin. Ajo ka shtuar se me Trumpin mund të negociojnë për gjithçka që lidhet me politikën, sigurinë, investimet e për ekonominë, por jo edhe për sovranitetin e Grenlandës. Një komision i Kongresit Amerikan ka votuar për t'i mbajtur ish presidentin Amerikan Bill Clinton dhe bashkëshorten e tij, ish sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, përgjegjës për mos respektimin e Kongresit, shkaku i refuzimit për t'u bindur thirrjeve për të dëshmuar në hetimet ndaj të dënuarit për abuzim seksual Jeffrey Epstein. Komiteti mbikëqyrës i dhomës së përfaqësuesve i udhëhequr nga republikanët e ka miratuar masën e mos respektimit me mbështetjen e disa demokratëve, duke krijuar mundësi votimi në dhomën
punën e përfaqësuesve në fillim të muajit të ardhshëm. Në rast se miratohet, çështja do t'i referohet Departamentit të Drejtësisë. Komiteti i patithirur Clinton që të dëshmojnë rreth rastit Epstein, me të cilin Bill Clinton është shfaqur në fotografi gjatë viteve 90 dhe në fillim të viteve 2000. Ish presidenti Clinton pati mohuar se ka qenë në dieni për abuzimet seksuale që i ka kryer Epsteini. Avokatet e familjes Clinton i kanë quajtur thirrjet e komitetit mbikëqyrës të pazbatueshme dhe kanë thënë se ata tashmë kanë dhënë informacion të kufizuar lidhur me Epsteinin. Shtetet e Bashkuara pritet që të dalin zyrtarisht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë gjatë së enjtës, megjithë paralajmërimet se veprimi do të ndikojë negativisht si në shëndetin publik në SBA, ashtu edhe në atë global. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se SBA-ja do të largohet nga OBSH-ja qysh në ditën e parë të presidencës nëpërmjet nënshkrimit të një urdhri ekzekutiv. Sipas ligjeve amerikane, SBA-ja duhet të bëjë njoftim një vit më parë për largimin dhe t'i paguajë të gjitha detyrimet financiare. Por në OBSH ka njoftuar se SBA-ja ende nuk i ka paguar tarifat që i detyrohet organizatës për vitet 2024 dhe 2025. Rishqyrtimin e vendimit amerikan e kanë kërkuar shumë ekspertë të shëndetit global, përfshirë edhe drejtorin e përgjithshëm të OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus, i cili ka thënë se largimi do të jetë humbje për SBA-n si dhe për pjesën tjetër të botës. Se cilat janë premtimet e kryetarit komuna për